Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kjo është ligjërata e dytë në ciklin e ligjëratave lidhur me haxhillukun, me këtë obligim islam, me këtë shtyllë islame. Dhe në ligjëratën e parë bëm fjalë për vetë rëndësinë e haxhit, obligueshmërinë e tij. Tani do të hyjmë në rregulla pak më të drejtë për drejta rreth këtij kushti të islamit, fillimisht duke përmend kush obligohet me kry haxhillukun. Ne përmendëm se jo krejt njerëzit janë të obliguar me kry haxhin. Dhe përmendëm se Allahu ka thonë: "Walillahi 'ala an-nasi hijjul bayti man istata'a ilayhi sabila." Obligim për njerëzit është për Allahun të bëjnë vizitën e Ka'bës ata që kanë mundësi. Man istata'a ilayhi sabila, kush ka mundësi ta bëjë një gjë të tillë. Fillimisht kush obligohet me detyra islame? Me detyra islame obligohen njerëzit që janë të ngarkuar me vepra, mukellefin. Njerëzit e ngarkuar me vepra, njerëzit që i rrok gjyqje, njerëzit që tashmë nuk janë të mitur sipas gjuhës së sheriatit, janë njerëzit që kanë arrit moshën madhore, moshën e pjekunisë, dhe ata i kanë pra këto kushte që duhet i përmendim. Fillimisht çdo njeri duhet të jetë musliman. Nëse nuk është musliman, edhe pse është në moshë madhore, nuk i ka predispozitat që ai të obligohet me vepra që Allahu i obligon. Pse? Se qysh mundet dikush mi marr veprat si obligim prej Allahut, ndërkaq nuk beson diçka në atë drejtim që kanë thënë dete e marrja atyne obligimeve. Pra, nuk bëki se ka besu Allahun, ndoshta ka besu Allahun, por nuk e ka besu ndonjë pejgamber ose Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ndoshta i ka besu pejgamber dhe Allahun, por nuk i beson librat e Allahut ose Kur'anin, ndoshta beson diçka prej tyne, por nuk beson diçka prej tyne. Në një mënyrë apo tjetër, pra ai ka të ngatruar çështjet rreth besimit. Për këtë arsye, fillimisht njeriu duhet të jetë besimtar musliman. Besimtar musliman është ai njeriu që për ne e shpreh dëshminë, e shpreh shahadetin e njësimit të Allahut, se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet përpos tij, dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Kjo është që kërkohet fillimisht, pra që njeriu të jetë musliman. E dyta, njeriu duhet të jetë i moshës së rritur, sepse fëmijët nuk janë të obliguar me obligimet islame. Po na kur jemi kon të vogël jemi fal, por na kur jemi kon të vogël kemi agjëru. Po, nuk është kjo kundërshtim kurrë me atë që po e themi. Përkundrazi, fëmijët obligohen që prej moshës madhore, pra po e thënë dikon moshën 15 vjeçare e sipër, t'i kryjnë obligimet. Mirë po, mos ta mendojmë ne jetën se atë ditë kur i bën 15 vjet është një ditë ndryshe, ose atë ditë kur ai hyn moshën madhore është një ditë ndryshe, dhe atë ditë është në gjendje ai, nëse ka qellu Ramazan, atë ditë me agjeru, një ditë përpara ka hongër. Atë ditë me i fal 5 vakte, një ditë përpara edhe krejt jetën më herët nuk ka marrë kurrëherë abdes. Pra, ai nëse e lojmë punën kështu, ai do të hynë në ditët kur i bën obligim veprat, a nuk është fare i përgatitur. Për këtë arsye obligohen prindrit që ata t'i adaptojnë, fëmijët t'i adaptojnë me krymjen e adhurimeve, dhe në fakt nuk shojnë huq, sepse ata i marrin sevapet dhe sevapet e tyne ju atribuohen edhe vetë prindve. Por ajo që ne na intereson,
na intereson se me vepra obligohen vetëm ata që janë të moshës madhore. Dhe te haxhilluku kjo vjen në shprehje sidomos. Nuk vjen në shprehje te obligime tjera çaq shumë. Pse? Në rast se dikush ko ka fal kur i ka pas 10 vjet, na i thojmë kur gjë të keqe s'ka aty. Je fal, mirë, edhe sevapet e faljes tonë dhe namazit tonë i ka marrë dikush. Edhe ke agjëru në rregull. Po mirë, nëse ke kryer ti haxhillokun, derisa kjo është obligim një herë në jetë. Është obligim një herë në jetë. Nëse ke kryer ti haxhillokun tash, a duhet me kryer edhe një herë apo jo? Pse? E ke kry para kohë. Kjo i del sigur na tash me pasfal i kindin. Po e zom gabimisht. E kemi këshyr orën 3:10, ana kemi mendu që është 4:10, hajde falu. Edhe kur ma vonë e dëgjojmë ezanin e kindis. Çka duhet me bona? A ka vend me thonë, ja unë e fala? Po gabim. Nuk kom pyetje gabim ose mirë, ti e ke fal me abdes, ti e ke fal, i ke plotsu krejt kushtet e namazit në mënyrë duhur, po ku problemi? Problemi është se ti një kusht prej kushteve të obligueshmërisë nuk e ke kryer, ajo është hymja e vaktit. Se bebova ki më u koqit dilli. Na thojmë kështu, në fakt unë më u koqit toka e mos me hec. Me dilli këtu ku është, a obligohemi na me fal qindin? Jo, nuk obligohemi. Mos me përëndu dielli hiç sot, hiç. Për neve s'ka aksham. Sepse Allahu obligimet peskot e namazit i ka lidh me lëvizje të ditës edhe të natës. Kur e kem sabahun, e kem kur fillon me agu, kur fillon me qel drita. Kur e kem dreken, kur dielli e kalon mesin, zenitin. Kur e kem ikindin, kur hija fillon me u zgat dy fish. Kur e kem akshamin, kur përëndën dielli, do të thonë është ka pak dritë hala, ama dielli veç ka përëndu. Kur e kem jacien, atëherë kur krejt mo ka përëndu, mos ka hiç tërë, edhe veç e ka marrë formën e vetë nata, e kemi jacien. Pra kështu janë kohët të lidhuna. Allahu po ne ka bëu 5 kohë të obligim, po ne ka lidh me lëvizjen e ditës së natës. Dhe ne kur do që e falmi një vakt para se me hi koha, për mos me hi të tema e bashkimit të namazeve të mundshme, atëherë ne kemi falë para kohë. Kështu është pra edhe haxhillëku. Haxhillëku nëse dikush e ka kryer në moshën kur nuk e ka pas hala obligim, ai duhet ta përsëris haxhin, jo që se ka pas tamam. Jo që ndoshta ai nuk ka vesh ihram ose diçka tjetër që do t'i shohim. Jo, krejt i ka kryer në rregull, po e ka kryer para kohës. Islam, mosha madhore tjetër? Mençuria. Me mençuri e kemi për qëllim talentin, apo? A kemi për qëllim talentin? Kundërtën e çmendurisë këto e kemi thonë edhe te zakati. Pse nuk kërkohet njerëz me qenë intelektual për më u kon, domethënë akademik e intelektual për më kon të obligueshëm me vepra, jo. Njerëzit të rëndom domethënë janë të mençur. Mirë po, nëse dikush prej tyre ka smundje psiqike, qoftë i lindun, qoftë e ka fitu ma vonë, ai njeri është i lirum prej obligimeve fetare, kështu që nuk obligohet ai me shku në haxhillok edhe nëse i ka këto kushtet e tjera që duhet i plotësoj. Rrjedhimi është prej kësaj, nëse një person familja e vetë s'kan guxu me lonë në shtëpi. Bab edhe non e kanë marrë me veti edhe ai e ka kry haxhillokun. A ka ai haxh? Ai nuk ka haxh. Po mirë hoq, po hon spat, Allah nuk ka me vetë ato për haxh, apo thosht i lirum. Po dhe, mirë po ne këtu në dispozita na interesojnë do gjana tjera. Shka i bëhet ati një ditë prej ditëve mu shëru. Mu shëru tash, ai hin në sistem tjetës tash prej fillimit. Edhe kur ti thuhet ti duhet me shku në haxh, thotë qëron e kam albumin këtë me fotografi.
që ku im kon me babën, që kur I kisha vesh ihramin, që shkimi nejt në Arafat, që jo. Na I thojmë që ti edhe një herë dush me shku, sepse atëherë nuk o kërku prej ti e hiq, edhe ti nuk je koni obligum se je koni pavetdijshëm se çka po vepron, ndërka që ibadetet tona këtë kanë për qëllim. Edhe Ramazani kur agjerojmë, na duhet me shka me bo? Imanën o ihtisaben. Edhe me besim me bo agjerimin, po edhe njëtin kohë me paralogari me bo. Na duhet me jaqit lapë se na ka hesap me agjerua, jo. Si mos del që ka hesap me agjeru, nas agjerojmë. Si të najqet që ka hesap me agjeru, agjerojmë, pra duhet më konë të vetdijshëm. Namazi jon nuk është thjesht ka hy koha edhe duhet me nejt një 5 minuta mas imamit edhe rri si dru. Jo, ka fjalë edhe ka vepra. Cila fjalë? Po ti bën mend tash cila fjalë, me shka hin namaz? A? Qysh është Allahu Akbar, po ajo ta dridh zemrën. Ajo ta dridh zemrën. Po ti hin me asi fjalë që më kon pak si në gjumë, me njëherë del gjumi edhe je I koncentrum. Cili është namazi më I pranum, namazi më I mirë, është namazi I atij që është sa më I përqendrum në atë që e thot, sa më I përkushtum në adhurim ndaj Allahut. Ai që kur e thot Subhana Rabbiyal Azim në ruku, ai që e thot Subhana Rabbiyal A'la në sejdë, e thot me mana, e thot me plot kuptim, hem më Zot, po I patmet atij. O I madh. Tjetër, a din edhe dikush në I kusht? Me qenë I lirë, e mos me qenë rob. Pse? Robnia kujt I përngjan tash? Çmenduris apo fëminis? Pse është kush mi përngjan? Nuk është kush mi përngjan. Është një mungesë tjetër. Ajo është mungesa e njerëzisë së tij. Jo që është jo njeri, jo që është I pa aft, mirë po, ajo është bo rob. Ajo është bo rob, ajo ka humb lirin dhe Allahu kërkon obligimet, ja bën njerëzve që janë të lirë, njerëzve që janë të aft me menaxhu vetën, kohën e vet dhe jetën e vet. Ndërkaq njerëzit që janë në shërbim të tjerëve, ata nuk janë njerëz të lirë dhe nuk obligohen me çështjen e haxhillokut. Rrjedhimisht prej kësaj, nëse dikush shkon një zotni me kry haxhillokun edhe ai merr dhe robin me veti për mi shërby atje, robi a kryen haxhillokun me to bashk? E kryen. Po llogarisëm që e kryen e I vesh I hramat e krejt rregull, mirë po mas një muaji që të kthehen e lëshon zotnia të lirë ose u kon me kontratë me pagesë që domethënë mu liru në fund pas një periudhe, me rëndësi për një mënyrë apo tjetër ai bëhet njeri I lirë. Çka duhet me bë? Duhet prapë me kry haxhillokun. Këto janë edhe kushtet të përgjithshme edhe për obligime tjera. Cilat janë specifike për agjerimin? Për haxhillokun? Mundësia istita'a. Domethënë me pas para, po? Jo. Tash këtu I lidhëm se qia istita'a ndahet I ka edhe kjo disa kushte të veta. Istita'a fillimisht pra duhet të përmendet financat. Mirë. Njeriu I cili është I aftë që atë udhëtim me pagu, me bo, domethënë mi marr mjetet se ka nevojë, ka mu ushqy, edhe nëse I ka ato mjetet që ati jashta jetës së tij primare, I tepërojnë, nuk lën kërkon keq, ai obligohet me e kry haxhillokun. Në këtë rast, kush janë këta persona? Këta persona janë mundën me qenë individ në familje, mundën me qenë krye familjarët. Me rëndësi, na thojmë, ai me pas për veti, me pas edhe për ata që I ka nën mbikëqyrje. Nëse është ai domaçini I shtëpisë, nëse ai është krye familjari, atëherë ai duhet kujdeset, apo ka mu I lënë tjerëve boll ajo. Nëse po, atëherë edhe I mjaftojnë këto mjete, atëherë ai obligohet me krymjen e haxhillokut. Nëse ai thot kushtimisht po I përmendum shembujt që sot parafarsisht janë këto çmime, nëse ai thot po unë 3000 euro I kam.
Mirë po të shtëpisë do të me hi borxh për me jetu, në atë periudhë kohore, ne I thojmë nuk je I obliguar. Por nëse thotë ai mirë, anë që unë pja vlej shtëpisë artikull ushqimor sa 500 euro. Më kanë metë 2500 me 2500 s'po më I shku, I thojmë rri, se ki obligim. Tjetër është në mundësinë e tij materiale edhe me financu veten, edhe familjen për çfarë periudhe? Derisa të shkon edhe të kthehet. Dikush e mendon thot për një vit. Domethënë për çat vit më lën boll. Nëse ai ja merr idarën e motmotit. Pra ai për 3 javë tashmë. Kjo s'diskutohet ato hoç 3 javë ata me ninus desin bre. Po jo, disa dietar kanë përmend edhe idarën e vitit, po megjithatë jo. Ajo që është e kufizuar është periudha derisa ai të kthehet. Ditën kur kthehet ai ja nis punon edhe vazhdon jetën e tij, qysh ka qenë duke vazhduar jetën më herët. Te financat kemi detaje pak më shumë. Nëse lojmë kaq shumë kthjell po na del puna, kush duhet me shku, kush duhet me shku, shumica s'duhet me shku, një pakicë duhet me shku. Çka është pasuni? Çka është pasuni? Çka konsiderohet mundësi materiale që me shku ti në haxhillok? Këto janë dilemat, besa pyetjet që shumë prej njerëzve popullatës tonë I bojnë drejtu hoxhallarëve. A me shku si vjet, a me shku në mot, a me shku më Afrikë, a më vonë, a bën, a s'bën, a me shtyje, a me marr borxh, mos me marr borxh. Këtë këto lidhen rreth kësaj teme. A keni njohuri ju për këto? Çka është pasuni? Po tash me hax, po na intereson, po na duhet me ditë çka është pasunia. Malli që ka vlerë, ka vlerë të halalit, që ka vlerë dhe ka vlerë të halalit. Pse vlerë të halalit? Jo, pelojmë haxhin njëherë, na pasunin jem të definu. Mi pas 100 dera, nuk janë sikur 100 dele. Sa do të jetë çmimi I tyre në treg? Sepse nuk konsiderohet pasuri. Me pas alkool, një magazin. Nuk konsiderohet pasuni. Rrjedhimi shpik kësaj dalin edhe haramet tjera. Me pas një magazin instrumente muzikore. Ja. Këtë këto nuk konsiderohen pasuni. Domethënë pasuni është malli me vlerë që është halal prej anës së Allahut. Këtu tani hinë edhe disa gjana tjera, disa plehi për shembull, bujku ka mujt me deponu ple dhe tjerëve mundet me ju vyt ajo për çështjet të bujqësisë. Dietarët kanë dilema rreth kësaj, a bën me ushit, a s'bën me ushit, megjithatë mendohet se derisa janë fekale, nuk është diçka që është investuar në të, nuk lejohet me ushit se s'është pasuni. Nuk është pasuni. Alkooli nëse prishet, a bën me shit? Prishet alkooli. S'prishet kjo me konservans. Ai të shtëpia raki bëhet. Po. Bëhet pasuni, bëhet ufull. Alkooli që marrohet në për shtëpia, masi të prishet, a në fakt me këshyr, alkooli në është prishje, që atyne që asaj materës për shkafit është prodhu. Provoni në për vreshta, në për rrushën tash është koha atyne, kur fillon mu kalb, era shka I vjen. Ata do më thonë deponojnë dhe duhet me lënë një periudhë gjatë qashtu, që ai në vetvete mu kalb e mu boj pastrimi I ati ujit pastaj që mbetet, mu kullu edhe që ajo është rakia. Mirë, ajo kur të prishet edhe ajo,
kalon në materie tjetër që është ufull dhe lejohet përdorimi i saj në atë rast. Bëhet pasuni tash. Këto mjetet e muzikës që i përmenda, më konë diçka që kanë dru, i cili dru mu demolu, do më thonë mund të shfrytëzohet për diçka tjetër. A lejohet mu shit? Në kuadër kësaj ari, a lejohet mu shit? Ari, a lejohet mu shit? Ari është pasuni? Po, e unaza e burrave? Është haram. Zinxhiri i burra është haram. Është haram. A pasuni kjo? Ja kom një mutash, shumë. Në esencë nuk është pasuni, në esencë. Pse nuk është pasuni? Sepse është dediku për ato që është haram më u përdor. Mirë po, ari është, ka hin kallëp, po është bo unazë e burrave. Mja lëshu pak temperaturën, me shtimin i kallëp tjetër bëhet e grave. Është halal? Për këtë arsye, personi i cili ka ari të meshkujve dhe me kalimin e kohës e kupton se haram ko ka kon, derrat duhet mi gjujt, se shitet ata mo. Alkoolin duhet me derdh. Ari çka duhet mi bon? Ari bën me shit, me shkri. Bën me shit, me shkri, sepse ai mund të mjetet e muzikës mja u hek qata drunat, bëhet diçka nështë. E tjera pra mund të përfitohet në aspekte tjera që në fakt e qetë prej botës haram tyne që është konë. Ka shembuj sidomos në kohën bashkëkohore, pra munden me u lidh me këta. Pasuni ka malli i vlefshëm që është halal. Malli i vlefshëm që është halal. E pse na menashku mendja filani është i pasun, si t'jen fëmia i riu pak më i vogël, këti i pasun ja përkthejmë me njëherë. Qysh? Kur të thëjmë filani është i pasun, qysh e përkthejmë? Gjuhën e fëmijëve? Ka pare shumë. Apo? Na jemi t'til që kështu definojmë pasunin. Ka pare shumë. A mundet njeri me më kon i pasun dhe mos me pas pare shumë? Ka mundësia? Qysh? Ka mall, po thot, mall, po? Ka palëshmëri, tokë, shtëpia. Ka vetura. Ka shumë kamera. Ka karrika shumë. Ka televiziona shumë. Ka lloje të ndryshme të mallnave që ai mja lyp 2 euro nuk i ka në xhep, edhe nuk të rren, po i varfën nuk i thuhet. Pse? Se ai ka mall. E këtu të respektum vallazën, ka vend në shoqërinë tonë mu rishiku çështja e pasunisë. Edhe në bazë kësaj me ardhë deri te konkluza, a e kam obligim haxhin a nuk e kam. A e kam obligim haxhin a nuk e kam. E jo, sikur kemi folë për të zekati, në start s'ka pare në xhep, s'është i obligu me zekat. Ja, nuk është ashtu. Mundet mos me pas pare në xhep, po ka drithna. Mundet mos me pas pare në xhep, po ka hurme, ka rushterun, ka malltregtie, ka diçka tjetër që ata e obligojnë me dhënë zekatin, edhe pse ai pare, pra nuk ka monedh, po ka pasuni. Kështu është edhe me çështjen e haxhit. Dietarët këtë aspekt e kanë stërhollu shumë sepse është më rëndësi. Personalisht kam bën një hulumtim rreth kësaj dhe kam pas bën një shkrim para do vjete, 7-8 vjete a më shumë. Çka konsiderohet istitaa për me shku në haxh? Konkretisht, çfarë malli duhet me pas? Hoxh dashta me shku në haxh, po e kem një shtëpi të marru. Hoxh dashta me shku në haxh, po si vjet djalin e madh për martojmë. Dashta me shku në haxh, po e kem edhe një obligim, edhe një kësi, edhe një asi, në familje me i kry, edhe nuk po i vjen rendi bre kur. Haxhit nuk po i vjen rendi kur. S'bën kështu. Nuk bën me qit në listë të fundit, po jo të fundit që me ecë ajo farë në mënyrë rotative
që ajo që u kon i fundit, nesër bëhet kur heket e para, ky bëhet i para fundit se hen diçka e re. Ja, haxhin të fundit edhe në mënyrë statike për lum. Ajo që hiç s'u kon në rend, ky fëmia që ty si vjet ka lind, e që ty shtëpia si vjet po të lën pa shkuën haxh, dal nga dal po i vjen rendi dhe fëmia ty me të lën pa shkuën haxh. Po pse se la haxhin bile para rendit këtij fëmijës. Nëse e çet fundit list, kur një herë si i aft me shkuën haxh, ti çdo herë kimi paraqit vetëm fukara. Këtu është një defekt shumë i madh për një kategori të njerëzve. Një kategori e njerëzve haxhillëkun jo që s'duajnë me shku, edhe jo që s'kan pasuni, as njonën. As nuk të arsyetohet, s'po kam edhe po kam me marru shtëpi, me martu djalë, ja, po as nuk shkon haxh. A mundësi ti ka? Ata do e bojnë për atë lakmin e çati hadithit, kur shkon edhe e bën haxhin që duhet, kthehet sikur dita kur e lind nana, thot unë çat mundësi unë nuk muj me bë për ditë. Pse shprehi aty në sunemaj haxhin thonë. Suneruj. Suneruj do më thonë bëj gjunahun e apet. E me mujt shka, si pas kësaj logjike del me mujt një kontrat me vdekjen me bo diqysh, me mujt me ditë une, nëse une shkojnë në 8 orë në haxh, kthehna me 1 nëntor, me 2 nëntor, e vdekjen me pas me 5 nëntor, kjo i shkon ma mira se për 4 ditë kisha nejt i ngrit u falë, edhe hajt. Jo, bash bo, hiti ki me i tu edhe 1 vjetë, edhe 2, edhe 5, edhe 10, edhe 20, e ti në kofsh bari, bash që atëhera pet lopët e tua kanë mu që rëdit, hygjëm me shku në arat huja, do më thonë, në përkatun dhe kështu arsyeton, se unë marrë edhe haxhi dhe lopët e mija në arat huja. Po marrë u konë pëse para haxhillo kita njerëzia. A dhe atëherë u konë marrë dhe tash është marrë. Tjetër, si haxhi do të më konë maj urtë. Wallahi, mirë bre që e ke kuptu, po kur e kuptohet që si jo haxhi bën më konë ndryshe. Ose, suneruj haxhillëkun ti sikur jetu dash me thunë, suneruj fen. Allahu ty të ka dhënë shumë mundësi me shly gjunahet. Pra mos u bën marak. Shko krye haxhillëkun, sepse po që se ti ke kaluar në një periudhë të jetës, ku i ke plotësuar të gjitha kushtet me krye haxhillëkun, çat vjet nuk e shku, ke ardhur në këtë periudhë ku tash nuk i ki mundësit me shku. Pra i ki tash 60 vjet. Ka 40 vjet dikun u kon një herë kur i ke plotësuar këta kushtet. A mu ty tu pa dok herët. Kur i ke bërë 60 vjet, tash si ki paret. Kur ti bësh 65 vjet, bjen parë së shëndeti. A lirohesh ti prej haxhillëkut ajo? Pyetja. Pse? Ju pesel një kryt, dikush po thot po. Apo ajo? Ti nuk lirohesh prej obligueshmërisë së haxhillëkut, sepse ti e ke pas një herë borxh. Ti do më thonë të kam rri gjatë jetës një herë ku e ke prek edhe është kallë sinjali për me shku në haxhillëk, s'ke dash atër. Për faktin se ty të ka hub mundësia ma vonë, ti nuk amnestohesh. Ti ki me dalë para Allahu si gjunaqar, i cili me qëllim nuk e ka kry haxhillëkun. A ki t'jartë? Duhet kesh kujdes. Se nuk i dihet pra atë vinë mundësit për ditë. Në momenti kur tu ka ofru mundësia, mos e le për ma vonë. Po hoxhën e nash ta bëj gjunahe. Mos bën marrë gjunahe? Mos bën gjunahe. Po nash ta më pështën në një. Po nëse të pështën në një, Allahu ape hupke atë sifatin Rahim edhe Gafur mas haxhillëkut tënda? Ti shpreso, thuj, o Zot, forcëm. O Zot, forcëm din. Amo jo mu utut prej krymjes së haxhillëkut. Një kategori pra kanë këtu, kategoria tjetër e pas kanë të çështja e botkuptimit në pasuni që kanë botkuptim të gabushëm. Çka është botkuptimi i gabushëm në pasuni? Pra ata e trajtojnë pasuri vetëm ato që është monedhë, vetëm ajo që është tepër, vetëm ajo që nuk vjen si vjet, e nuk dinë, nuk kam në plan as me bëj në biznes, as me blej në kerr, as me marrë shtëpi, as me martu në fëmijë, e si vjet pra po bëj ka me shkuën haxh. Jo, kjo është vonë. T'ja them drejtën, që thashë kom pas bëu para do vjetin i studim rreth kësaj teme, motivim për mu ka qenë shumë njerëz pleq e me theks veçantë një rast që nuk e kom rri unë, në fakt ka vdek, masi jem lind unë po heret, ka vdek në xhami në sejdë tu fal.
jo pa hiri. Jetën e kish pas tillë. Jetën e kish pas tillë. Edhe gjithçka të mirë për atë njeri e tregojnë. Me kalimin e kohës më vjen pyetja e mirë, e haxhin kur e ka kryer ne? Pës, ja haxhin nuk e ka kryer. A është prej periudhës kur nuk kanë shku hiç haxhi prej vendeve tona se larg? Jo, nuk i takon asaj periudhë. Domethënë është vdek në fillimin e viteve të 80-ta. Haxhi prej këtu kanë shku në vitet 70-ta, 60-ta. Në anën tjetër më kujtohet që gjatë viteve të 90-ta djemtë e tij, trashëgimtarët e tij, vinë konflikt për toka se që kjo pjesë është e emja, jo e jotja. Jo që i kanë ble vetë. Edhe është dashur me burra me nda, pra që e kanë trashëguar prej atij babës. Dhe mu kjo më ka bo mu shqetësu. Sepse si haxhallar kem obligim. Ati personi o dashur me ia tregu edhe në bazë të përshkrimit për ta, ai veç se ka ditë se se kishlon pa e kry. Thashtë edhe njerë, jo rasisht ka vdek në xhami. Shumë i lidhun për namazën. Por, pse mos me e kry haxhillëkun? Se ai shkreti kur një herë pare s'ka pas. Çdo pare që e ka bo, dashtë me e shtu fundin e tokës, sepse kallaballok djem, kallaballok antar familjes, dhe natyrisht në atë kohë i pasun i kanë thonë vetëm njeri i cili ka pas mundësi me majtë familjen me bujësia, po, i pasun ai që ka tokë ma shumë. Edhe kështu e kanë kalu kohën. Pyetja jeme tash është shumë e qartë. A u dash me shit në i copë toka i për haxha jo? Çfarë po thoni ju? Pasuri është, toka është pasuri. E mirë, me shit tokë, për sa let bre ju djemë të ri, thoni se ashtu kështu s'po punohet, po a dinin të kalume shka dhe më thonë me shit tokë. Një burim të ushqimit tënde dhe familjes tonë dhe me humbë. A është dash me shit? Wallahi, apet por në del. Apet por në del. Me këto nuk po thëmë një tokë e cila është shumë minimale, pa cilën vërtet nuk mund të jeton ai familje. Jo, nuk po thojmë për këtë lloj toke. Po thojmë për llojin e tokës që ti me shit ngushtohet ndoshta pak jeta, edhe mundesh me kry haxhillëkun. Për këtë lloj toke po thojmë me shit. E sot çka duhet me shit na? Mos javzas juve tash. Këtu sepse këto studime nuk bohen me ligjerim edhe me dëgjim, ligjërata me mbritje atë dijen maksimale, këto bohen me të shkruar edhe me të lexuar. E për këtë arsye ne po i bi shumë shkurt. Në studimin tim kam konstatuar për fjalëve të dietarëve të famshëm që kanë ardhur këto konkludime. Pasunia nuk obligohet ajo që është bazike të shitet për me shku në haxhillëk. Por shitet pasunia e cila është luks ose është tepër. Dhe ata kanë thonë kështu. Njeriu ka nevojë për ushqim, për veshmbathje, madje edhe kanë konsideruar edhe shërbëtorin që duhet me pagu, sepse na nuk e kemi në traditë gjithë popullore këtë, këto bëjnë tash vetëm njerëz shumë të pasun, po edhe shërbëtori mundet dikush pra që të ndihmon në shtëpi me i kry punë e mbrëmshme të shtëpisë, edhe ai paguhet. Në rast se prej këtyne tepron diçka, në rast se prej këtyne del diçka tepër, atëherë me ato pare duhet me shku në haxh edhe me kry haxhillëkun. Na në këtë kohë muj me konstatu se jemi shumë të rrethuar me luks. Dhe dietarët kanë përmend kështu: shtëpia që është vend banim për ty edhe për familjen tënde, nuk obligohesh me shit. Mirë, por nëse ti qofte ke trashëgu, qofte ke marru një shtëpi të madhe më herët. Tash ajo shtëpi, ajo banesë jotja i bën 60.000 euro. I ka 3 dhoma, jeni 3 vetë në shtëpi. Pra 2 dhoma janë të mjaftueshme, një është tepër. Sikur te atë shtëpinë, atë banesën 100 metra katror,
me shit 60.000 euro, dhe me shku tash me ble një banes 80 metra katror. Me të njëjtin çmim, me shku me ble, tash po e blen ti për 48.000 euro. Po të teprojnë 12.000 euro. A ki obligim me shku në haxhillok? Po, dietar thonë po. Me shit shtëpinë e madhe, me marru një më të vogël sa ty tash të mjafton. Duhesh me e boni gjatë tjetër. Tjetër kanë thënë kështu. Në rast se ti ki borxh dikujt edhe nuk pja kthen borxhin. S'pja kthen, se s'po ki mja kthy. Ai kur ka marr borxhin, çu ka marr? Me rregullat islame, apo? I ka marr 2 dëshmitar, 2 burra, 1 burrë, 2 gra, e kanë evidencu borxhin, e ka të dokumentum, edhe shkon ngrej padi, thot filani s'po më jep paret. E këshyr shteti, çush i ka ky rende, pse s'po t'i jep paret, e urdhënon deri kur e shet që ky s'po don mi dhon parë, se s'po ka. Çka bën shteti në atë rast? A dini ju çka bën? Kjo është 100% kopje e rregullave islame. Këto i kanë përmend dietar të herët para 1000 vjetë, para 900, 1200 vjetë në librat e tyre. Është kopje sot që kemi. A dini dikush me rregullat sotit si jurista nëse ka çka bën shteti kur dikush thot mi ka borxh e dokumenton borxhin, shkon e pohon borxhlia edhe thot s'kam ja dhon. I konfiskon për i pasunisti. Shka i konfiskon të lana, adin? Pilluks, shpijen s'ja marrin. Shpijen nuk ja marrin. Mjetin e punës nuk ja marrin. Ja marrin orendit që konsiderohet jeta pa to e mundshme, po pak ma vështirë. Ja marrin lavatricin. Ja marrin televizionin. Ja marrin kauçat, sepse jetohet në shilte. Ja marrin klimen. Ja marrin gjithçka automobilin nëse s'është taksist, po. Se po në shkojnë punë, po ti shkon edhe me kerr, shkon edhe me autobus. Pra këtë që to janë senet që konsiderohet jeta pa to e mundshme, po pak ma e vështirë. Me to, është ma e lehtë, këto i merren, këto i konfiskohen. A e dini ju sot për mu trajtu një rast se është social, çka duhet me bo? Do më thonë qendra për sociale në çdo komunë. Kur shkon me trajtu një rast a mjallon pensionin social ajo, çka duhet me bo ta? Ta shkojnë me bo një kontroll. Çka? Njerë pagë, do më thonë, po, s'ka pagë në shtëpi heq, s'është as një punëtor për anëtarët familjes, tjetër? Jo, ka taft, mundet me pas taft, po s'ka vend punës. A guxojnë ata njëri prej anëtarëve të familjes me pas në automobil në emën tyne? Shkojnë vesin. A ka në emën të njëri prej tyne dikon automobil? Po e kemi pas, e kemi shit. Shko heke shpejt, thuj ati ta qëtë në emën të vetin, se ty po të pengohet. Wallahi, edhe ka uqa me pas nuk ban. Po wallahi, po tash. Edhe shkojnë faktikisht krejt këto i kontrollojnë, tash ti je rast social. Në rast se diçka prej këtyne, ti mundesh me thonë krejt i kam donacion. Jo në lukë se po i kam donacion. Ani, kur ti harxhesh që to ti, i qetë ka një i shet, tani janë nisë një mund shteti. E për haxhillok? Ja, për haxhillok ti me shit golfin 4 që i ki 5.000 euro, 6.000 euro, me marrë një dësh me 2.000 euro, ja, zban hoqë. Se kërset kjo. E alla kërset pak. Kërset pak, po duhet me kry haxhillokun. Pra për këtë arsye, ai që ka parë mos konsider, ai që është i obliguar me haxhillok mos konsiderohet vetëm ai që ka parë, po edhe ai që ka luks, ka mundësi, ka shka me shit që nuk len keq kur gjë tjetër. Tjetër shka duhet prej kushteve me plotësu me pas edhe mjetin e udhëtimit. Mjetin e udhëtimit. Kjo sidomos ka vlejt për kur? Për të kaluar kur udhëtimi është dashur më bë me kafsh. Pra ti ke pas pare sa me ushqy veten, por nuk ke pas mjet të udhëtimit, me blet edhe një mjet të udhëtimit, të harxhon çato parë. A e përkthejmë këtë tash pikafshve? Me thon s'ka aeroplane, s'ka trena, s'ka kur gjë. Në haxh mundesh me shku, po me kertondin. A ki ti kertondin, i ki 3.000 euro. Po kertondin a ki, jo s'kam.
Çka do të më bë? Me ble shkon paret. Çka më qit benzin aty rrugës. Mos me ble me çato paret ti në komsun shkon. Pra është edhe mjeti i udhëtimit ai që duhesh me pasti të mundshëm. Ose e kini kerr po ki shumë dopt s'mundet me çude atje, prap konsiderohet që se ki mjetin e udhëtimit. Mjeti i udhëtimit tashmë çush e përmenda, nuk e ka më këtë konsiderat, pse? Se s'jem të obligum si cilë me pas ka një aeroplan personal, po ato e paguajmë biletën, a kemi mundësi pra na me pagu qatë biletën, a kemi mundësi me siguru udhëtimin ton në një mënyrë apo tjetër, qoftë me mjetin ton vetanakt, qoftë me mjet publik, kjo s'është më rëndësi, pra na mjaftojnë mjetet për me pas ato, na mjaftojnë, u kry, obligohet haxhilloku. Tjetër, çfarë obligimi? Çfarë kushti? Jo. Qysh? Me pas siguri në rrugtim. Me pas siguri në rrugtim. Sikur ti shkon haxhilloku, i mund shumë tash më u bë vetëm për tokë. Në Siri është në luftë, po e zojmë në Irak, është gjendja jo e na skemi kam i kalu tjetër ka. A ish mi obligu me haxhillok? Edhe ka 100.000 euro në xhep mi pas, nuk ish mi obligu. Pse? Na e kemi mjetin e udhëtimit, i kemi paret, i kemi familjes, muj me ilon, po ka shkojmë aty të është gjendje jo e sigurt. Rrjedhimisht për kësaj del edhe nëse ti ki pengesa me sigurimin e vizës tash, ki pengesa me atë që ty të bën të pa aftë për mu paracit para ambasadës, për shembull ki ndonjë akt gjykim, ki je domethënë i gjykum në liri, jetu të e vujt dënimin, po në shtëpi, ti nuk lejohet me dal, pra nuk obligohet haxhi edhe pse ki jetët sepse ki pengesën rrugtim. A ka kusht tjetër? Për burrat nuk ka kusht tjetër, për gratë është edhe një kusht. Cili është ai? Mahremi. Çka do të thonë mahremi? Mahremi do të thonë mashkulli me të cilën femrës ose është i martuar, ose nuk i lejohet përjetësisht me u martu me to. Ai është bashkëshorti, është baba, baba, babgjyshi, djali nipi, vllau pa dyshim, migja, daja, djali vllaut, djali i motrës. A ka tjetër? Mundet edhe këta që e fitojnë pastaj ndalesën për shkak të miqësisë, po e bojnë ndalesë të përjetshme. Është pra vjehri, është djali i burrit, domethënë nëse është martuar në vend tjetër, urdhon? Padyshim se edhe ai është i ndaluar përjetësisht me martu me to, vllaun që ka prej gjinit, po në këtë rast jo vetëm vllaun, po është edhe baba prej gjinit, edhe tjerë, edhe djali prej gjinit, pra i ka dhënë dikuj. Këta janë mahrem. Gruaja nëse i ka pra 3.000 euro, a obligohet me shku në haxh? Jo, mahrem ka sa dush gjallë janë krejt, po kjo i ka 3.000 euro veç. A e ka obligim me shku në haxh? Kush? Unë pyetja është e qartë. Gruaja i ka 3.000 euro, si ka 3.100. A ka obligim me shku në haxh? More, pyetja na pe kupton? Si ka ajo? 3.100 nuk i ka, ti mos më lyp 6.000 tash. Nuk i ka. Pra nuk është e obligueshme me kry haxhin. Pse? Sa e ka mahremin, ajo që është në këtë rast më u kuptu dhe më u di drejt, është se mahremi nuk guxon me i vu pengesa asaj. Mahremi nuk guxon me thon s'po të lo me shku. Unë jam burr, unë vet në këto. Ti vetesh për me shku ndasum ose jo. Për në haxhillok, nëse kësa i kanë ardhur rendet me shku, bile, mundet kjo me përzgjedh me shku me ty ose me babën e vet. Nëse kjo pra i ka bu paret për veti edhe mahremit mja pagu haxhillokun, atëherë kjo obligohet me kry haxhillokun edhe dikuj prej këtyne që ja bën me gisht edhe këta obligohen me përfil unën e saj. Tash, këto që ju po i thoni, këto janë lehtësime që i bëhen grave. Pra mundësisht edhe mahremi me shku që mos me pagu ajo 6.000 euro, po me pagu vesh që ato 3.000 vetat. Mahremi edhe ai po shkojnë se po shkojnë të dytë për një herë. Mahremi po shkon për dikon tjetër. E tjera për këto janë lehtësime. Amo në esencë, gruaja nuk e ka obligim nëse vetëm për veti e ka
e ka siguru mundësinë për me shku në haxhillok. Këto janë pika shumë shkurta kushtet të cilat obligohet me i plotësu një njeri derisa haxhi atij t'i bëhet farz. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. وقل رب زدني علما